Nis valja e parë të nxehtit afrikan në Shqipëri, meteorologjia. Vera do jetë me temperatura mbi 40 gradë dhe e thatë. Qershori ka nisur me valën e parë të nxehtit afrikan. Meteorologja Tanja Porja paralajmëroi në dita jon një muaj të nxehtë me temperatura të larta që do të arrijnë deri në 35 gradë. Sipas saj gjatë ditës së sotme temperatura më e lartë 32 gradë do të regjistrohet në Elbasan. Jo vetëm dita e sotme e gjithë kjo javë dhe java tjetër. Ka nisur qershor me valën e parë të nxehtit nga Afrika. Temperatura nga 7-32 gjatë ditës së sotme. Diell gjatë gjithë ditës në 95 i të territorit. Orët e natës dhe paraditja të kthjellëta. Termometri sot është rritur me 3 gradë. Kemi 32 gradë Celsius në Elbasan, tha Porja për A2. Meteorologjia tha se gjatë gjithë muajit qershor do të mbizotërojnë temperaturat e larta nga 35-38 gradë. Qarqet më të prekura sipas saj do të jenë Elbasani, Berat, Fieri dhe Gjirokastra. Do të ketë ditë me 34-35 gradë. Deri në datën 15 termometri qëndron në grada të larta. Mëngjeset sa vine ngrohen. Qershori do të jetë një muaj i nxehtë. Pritet që qershori të kap 38 gradë. Por në 3 ditë të ndara, po jo ditë të njëpasnjëshme. 38 gradësh i Fier, Elbasan, Berati, ndërsa Gjirokastra me pikpyetje. Freskohet pak në mes të qershorit dhe pastaj kthehen temperaturat e larta. Porja paralajmëron gjithashtu një verë të thatë dhe me temperatura që do të kapërcejnë 40 gradëshin. Kjo verë do të jetë shumë e thatë. Korriku dhe gushti do të arrijnë dhe kapërcejnë 40 gradëshin. Mungojnë reshjet deri në shtator, tha Porja. Nëse ju pëlqeu kjo video shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova. Që e gjeni në bio mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.